Ka përfunduar ndeshja Dinamo Vllaznia, ku që lutë fitojnë 0-2, presidenti Alban Xhaferi natyrisht i gëzuar, entuziast për këtë fitore të skuadrës së tij. Urime, Xhaferi. Faleminderes, është mendoj se ishte një fitore e bukur. Edhe loja ishte shumë e bukur. Mendoj se për shtatën e 2 edhe fitore edhe loja. Vjen keq se u dënu me një kuç trajneri që për mua ai ishte një moment fitore. Nuk e di tash duhet me pa në UEFA të rregullat e reja si me bë me dur kështu, çfarë do të thonë, se kuptojmë. Se faktikisht Shkodër kam bëri që mas neshë me Dinamo kanë filluar njerëzit me përshëndet në këtë formatin. Edhe duhet me pa pse quhet gabim këtë, më thonë, që përshëndetja është ajo. Diku që lexon ndryshe, por gjithsesi vjen këtë se dënu me kuçe. Shohim neshën përpara. Por i kthehet ajo Vllaznia e fazës së parë kur ishte spektakël në lojës, i ka lënë pas oscilacionit. Po kemi pas probleme dëmtimesh vazhdueshme dhe normalisht kemi pas një moment çdo ekip i vjen ajo. Kështu që ekipi është i konsoliduar, që në fillim është kriju për objektiva të mëdha. Mendojmë që të jemi me këmbë tokë, shohim ndeshjen e rrallës dhe të vazhdojmë kuptimin tonë. Bëjmë lojë të bukura, ndoqim tifozat edhe në fund të arrijmë objektivat. Fitore me 2 kundërshtarë deri në javën e Dinamos, sepse që nga ana psikologike shërbejnë për mirë për skuadrën. Sigurisht është bonus i mirë, por duhet pas parasysh se ndeshjen vimësi, ndeshjen vimësi, duhet i vlerësojmë çdo ndeshje, nuk duhet kalojmë në eufori, duhet të qëndrojmë thjesht me këmbë tokë dhe të bëjmë më të mirën e mundshme, grupi është i mirë, çdo gjë është i plotësuar çdo kërkesë, çdo gjë, kështu që thjesht ecim me këmbë tokë. Vllaznia në 2 fronte, edhe për kupë dhe për kampionat. Do të sulmojë të dyja? Patjetër. Çdo vit ne kemi luftuar 2 fronte. Patjetër, absolutisht. Edhe kupa dhe kampionati është të dyja janë të rëndësishme. Edhe diçka punës sepse ka pa qartësi në opinionin publik. Merkati i Vllaznisë do të jetë hapur deri në fund. Është e hapur. Nuk ka asnjë problem. Kemi pasur gjëra që ata likuidu me kohë. Kështu që thjesht po shohim nëse gjejnë diçka. Janari është i vogël. Kemi pas tentativa e marrë 2-3 lojtarë, po është i vogël edhe duhet gjithmonë të marrim diçka si ti përshtatet ekipit, mos të marrim lojtarë për të mjet stok aty, sepse grupi lojtarëve e kemi plot. Ishte me Alban Xhaferin, presidentin e grupit futbollit Vllaznia, që natyrisht së bashku me gjithë stafin e Vllaznisë është shumë i gëzuar. Autobusi i Vllaznisë po pret ekipin me shumë entuziazëm të dalë nga dhomat e zhveshjes, ndërkohë që miqtë tuaj po presin ta fesoni apo jo këtë fitore. Për Gradin dhe për Partizanin. Preferoj më mirë. Bukur, përgjigje shumë saktë. Faleminderit.